Sa herë udhtoj në vende të larta që më qëllon të takoj shqiptar, flas në vende jo të zakonshme, shqiptar të ri, shqiptar të vjetër, shqiptar që kanë breza aty, të gjithë kanë pak a shumë një shqetësim. Kërkojnë të pajisen me pasaporta shqiptare, ata që nuk i kanë. Kërkojnë të pajisen me pasaporta shqiptare dhe në fakt në bazë të ligjeve të çdo cepi të globit, ju takon të kemë pasaport shqiptare nëse ata vërtetojnë që kanë prejardhje shqiptare, kanë origjinë shqiptare. Sot Franca, Spanja, Italia, Gjermania, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse ke lindur, japin pasaporta për çdo njeri me origjinë italiane në Brazil, në Argjentinë, në Kili, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ta kërkojnë. Ndërkohë Shqipëria nuk jep pasaporta për njerëz të saj. Shqipëria duhet të japë pasaporta edhe për shqiptarët e Kosovës nëse e kërkojnë. Le të kenë dy shtetësi, edhe për shqiptarët e Maqedonisë nëse e kërkojnë. Le të kenë dy shtetësi, edhe për shqiptarët e Malizit nëse e kërkojnë. Le të kenë dy shtetësi. Por Shqipëria nuk mund t'i mohoj pasaportat. Isha në Siri, në një vend ku takova shqiptarë të cilët kishin 100 vjet që jetonin atje. Dhe çfarë kërkonin? Pasaportë shqiptare. Po pse mos Shqipëria s'duhet t'i japi pasaporta shqiptarëve? Duhet t'i japi. Ne po shpopullohemi, po ikin më shumë se gjysma e popullatës si tonë jashtë, ndërkohë ne fillojmë bëjmë tangërlik dhe refuzojmë pasaportat për shqiptarët me gjak të shqiptar drejt për drejt. Jepni pasaporta se është turp.